Arsyeja e kësaj konference është njoftimi me situatën cilën po përballemi ditëve të fundit me zjarre. Kjo gjendje e cila është tani paraqet rrezik serioz për qytetarët, mjedisin, pronën dhe sigurinë publike. Në ditët e fundit është vërejtur një shtim i ndjeshëm i rasteve të zjarreve në nivel vendi. Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave, njësitë profesionale të zjarrfikjes dhe shpëtimit janë angazhuar me gjitha kapacitetet për të shuar vatat e zjarreve, si dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të tyre. Nga numri, nga statistikat, nga raportet të cilat i kemi marrë nga njësitë e zjarrfikjes së shpëtimit dhe nga qendrat operative 112, do thotë numrat janë si në vijim. Vetëm javën e parë të marsit i kemi pas 57 raste të zjarreve. Ndërsa vetëm nga data 7 deri me datën 10, që nënkupton vikendin që e lëm pas, kanë qenë 294 raste të zjarreve. Prej tyre 75 kanë qenë malore, 156 kanë qenë zjarre fushore dhe 63 kanë qenë zjarre tjera. Zjarret aktive momentale dhe më serioze janë në Drenas, në fshatin Dobroshec, në Kamenis, në fshatin Firiqev dhe në Malishev, në Drenac. Nëse flasim për shkaqet e zjarreve, shkaqet kryesisht janë, domethënë, dora e njeriut. Domethënë, vijnë nga faktori njeri. Ne si agjencion kemi ndërmarrë veprimet e nevojshme, kemi ngrit gjendjen e gatishmërisë në nivel vendi dhe nga sot kemi dhe fillojmë me patrullimet e rregullta të zjarrfikësve në gjithë komunat. Gjithashtu jemi në koordinim, kam pas edhe takim me zëvendësdrejtorin e policisë, ku jemi dakordu që të rritet numri i patrullimeve në nivel vendi, por edhe hetimi i këtyre rasteve në mënyrë që kryerësit të sillen para ligjit për veprat e tyre. Kjo situatë, çfarë është tani, është jashtë normales. Unë po duhet përgëzu njësitë e zjarrfikjes dhe shpëtimit, të cilët në mënyrë heroike kanë vepruar dhe janë përballë me gjithë këtë numër të madh të zjarreve. Gjithashtu, po duhet përgëzu edhe qendrat operative 112, të cilat kanë qenë 24 orë të gatshëm dhe i kanë koordinuar veprimet në nivel vendi. Ne si agjencion i emergjencave në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme bëjmë apel të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë me policinë, me ne, me zjarrfikësit, që të denoncohen në rastet qoftë edhe në mënyrë anonime në numrat aktiv 112, 192, 193, të cilët janë pa pagesë dhe janë 24 orë në shërbim. I inkurajojmë qytetarët që të mos hezitojnë në lajmërimin e rasteve dhe personave të involvuar, në mënyrë që të kemi parandalim dhe zvogërim të rrezikshme nga kjo dukuri, sepse po vehet në rrezik jeta e qytetarëve, po rrezikohet prona, pasuria private dhe publike. Sa i përket shkaqeve të dhënat preliminare tregojnë domethënë që janë dyshimet, janë që janë të shkaktuara nga faktori njeri. Përjashtimisht, një rast që është në Novobërg, i cili dyshohet që këtë qenë si shkak energjia elektrike, të gjitha rastet tjera dyshohet, janë të dhëna preliminare, mirë për hetimin ose për hetimet më të qeshme, janë kompetencë e policisë dhe e prokurorisë. Sa i përket dameve, do thotë ne aktualisht nuk mund të bëjmë vlerësim të dameve, sepse është një procedurë sipas rregullores që shkon, fillimisht bëhet vlerësimi në nivel komunal, pastaj drejtohet në Ministrinë e Administratës Pushtetit Lokal dhe pastaj vjen për vlerësim të ligjshmërisë në Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave dhe pastaj do thotë dërgohet në Komisionin Qendror për vlerësimin e dameve, cilin e udhëheq agjencia normal. Rastet të cilat i përmenda janë aktive, 3 rastet. Rasti i Deçanit ka qenë rasti më serioz i gjithë kësaj ngjarje, mirë për momentin zjarri është në kontroll. Edhe pse terreni i thepisur, normal që paraqet vështirësi, edhe për këtë arsye po bëjmë apel të qytetarët sepse me gjithë gatishmërinë, me gjithë profesionalizmin dhe vullnetin e zjarrfikësve, kanë vështirësi në nxitjen e majeve të thepisura për të shuar zjarrin. Për momentin procesi i rekrutimit ka përfunduar, janë përzgjedhur 56 zjarrfikës në nivel vendi,
të cilët do të fillojnë trajnimin bazik me datën 17 mars. Sa i përket procedurës të rekrutimit, gjithçka ka qenë e hapur, transparente, si në sistemin e menaxhimit burimeve njerëzore, por edhe në faqen AMS, por edhe secili kandidat është njoftuar individualisht. Sa i përket domethënë momentit të intervenimit të tyre, për momentin këta nuk munden me qenë ndihmë për njësitë zjarfike, sepse ende se kanë kryer trajnimin. Mirë po, numri i rekrutimit të zjarfikësve për momentin nuk varet nga agjencia, sepse duhet disponueshmëria e mjeteve të deklarohet në nivelin komunal, sepse pagesat merren nga komuna. Do thotë deri në vlen cekët se ne si agjencion jemi në reformë të thellë ligjore, do thotë si në ristrukturimin e brendshëm të agjencisë, por edhe me hartimin e ligjeve të reja, ku synojmë që të centralizohet funksionimi i zjarfikësve në nivel vendit, koncentrohet gjithçka në agjenci, që mos kemi probleme të tilla. Unë mund t'ju them se numri aktual i zjarfikësve në nivel vendi është 739, pavarësisht që një komunë mundet me pas numër më të vogël të zjarfikësve, nëse është e nevojshme, do thotë ata kërkojnë ndihmë përmes qendrave operative 112 dhe ne e angazhojmë njësitë e zjarfikës në rajonet përkatëse, por nëse është e nevojshme, domethënë edhe më shumë në nivel vendit. Kështu që është sfidë sa i përket kujdestarisë, mirë po sa i përket operimit, për momentin do thotë numri i zjarfikësve në nivel vendi tregon që kemi kapacitete të mjaftueshme nëse do thotë shkojmë në situata normale. Por këto situata të jashtë normale, të cilat jemi sot, këtu vën në rrezik edhe operacionalitetin, sepse janë të shpërndara me numër të madh në të gjithë vendet. Domethënë është numri 294 raste për 3 ditë i paimagjinueshëm. Është enorm. Po, domethënë ata duhet me pas në plan personelit, disponueshmërinë e mjeteve, dhe atëherë i dërgojnë kërkesat në AME dhe AME-ja i shpall konkursin dhe i rekruton. Jo, domethënë këto të rastet e fundit janë në hetim, da nuk mundna me dhëna domethënë preliminare, kështu që i presim raportet zyrtare nga inspektorët të cilët i kemi, por edhe nga policia e Kosovës. Për vitet e kaluara, domethënë ne kemi në drejtorin e zjarfikës shpëtimit, normal që i kemi dhënat, por nuk e di se sa i ka aktualisht këtu tani. Në këtë rast nuk i kanë dhënat numerike me vete, por nëse interesojnë mund t'ja autorizojnë.